Mirëmëngjes njerëz, ja ku jam. Jemi në Radio Sol, në frekuencën 89 MHz dhe sot, ditë e re, javë e re, ideta e reja. Unë jam Armand Xhuli dhe jam këtu sot për diçka më speciale, diçka më jashtë konkrete. Jam këtu për një gjë pak më shpirtërore, pak më virtuale, pak më fantastike, quajeni si doni. Jam këtu për një emision që e kam titulluar Mesazhi i yjeve, në fat dhe në muzikë. Nga sot, për çdo të hënë në ora 9, unë do të jem këtu për të bërë një parashikim për javën tuaj që shumë kush e quajnë horoskop. Dhe do të përpiqem t'ju transmetoj mesazhin që vjen nga yjet. Çdo të hënë do t'ju tregoj horoskopin tuaj ashtu sipas mënyrës time. Jam i sigurt që dikush do ta gjejë veten ato çka unë do të them. Horoskopin, çdo të hënë do ta shoqëroj një kolonë zanore, një artisti ose një grupi muzikor dhe do të jetë pjesë nga krijimtaria e artistike natyrisht. Pas horoskopit, unë do të trajtoj një këngë, ose më mirë tekstin e një këngë që është edhe poezia e kësaj këngë. Pra, do t'ju transmetoj edhe një mesazh që vjen nga ylli i muzikës. Ja pra pse e kam titulluar këtë emision Mesazhi i yjeve, në fat dhe në muzikë. Në fund të horoskopit, 3 miq të mi do të këndojnë këtë këngë që do të analizoj, do të këndojnë edhe cover. Dhe besoj është një nga ato covera që nuk besoj t'i dëgjoni në vend tjetër, sepse janë të bërë ekës vetëm për ne. Artisti që sot do të shoqëroj horoskopin është John Lennon dhe në fund të horoskopit, në fund të analizës që unë do t'i bëj këngës, ata një këngë të tillë do ta këndojnë edhe live, pra do të jetë një cover live për ju. Gjithashtu, keni edhe një mundësi tjetër. Gjithë sa unë do të them, mund të ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Sol 89, që do të transmetohet direkt mbas emisionit që do të jetë në radio. Tani, horoskopi për këtë javë të parë është ky që do të vazhdoj. Dashi. Werner von Braun, shkencëtari dhe inxhinieri gjerman, ka qenë një nga figurat kryesore të studimit balistikës dhe një nga kokat e programit hapësinor amerikan, i cili është edhe shpiksi i sistemit të nisjes anijeve kozmike, një prej cilave, si kundërthon, dërgoi në hënë njeriun e parë. Ky shkencëtar ka qenë i shenjës dashit. Werner von Braun ka thënë: "Kur nuk e di se çfarë po bëj, unë e quaj kërkim shkencor." Për ju të shenjës dashit është momenti të hyni në këtë rrugë e të mos rrini kot. Ti dëgjues apo dëgjuese qofsh e shenjës dashit, pra qofsh dasha, qofsh dele, prej kohësh duhet kishe hyrë në këtë rrugë apo situatë për të cilën as të kishte shkuar mendja ndonjëherë. Nuk të kishte shkuar mendja që duhet eksploruar natyrisht. Tani je gati të fillosh të mësosh gjërat pa njohura deri më sot dhe po të duash ta dish tamam, unë mendoj që është e domosdoshme të përballosh edhe situata që deri më sot as që i kishe imagjinuar. Quaj po të duash kërkim shkencor. Demi. Midnight in Paris është një film me regji të Woody Allen dhe është shfaqur për herë të parë në maj të vitit 2011. Në film është edhe personazhi i shkrimtarit Ernest Hemingway, i cili në një moment të filmit thotë: "Në dashuri, frika vjen gjithmonë si pasojë e mosaftësisë për dashuruar ose e dashurisë tepërt." Duke ju referuar pozicionit tënd të yjeve dhe mesazhit të tyre, i dashur lexues apo lexuese qofsh e shenjës demit, më duket se vëzhgimi i Hemingwayt është tepër i saktë. Kam dyshimin se në ditët e ardhme do të kesh kurajë jo për të përballur një rrezik fizik, por për një ndjenjë. Duhet i shkosh deri në fund disa enigmave të cilat ke për t'i zbuluar vetëm nëse do të kesh më shumë kurajë se sa ke pasur deri më sot. Dëgjom mua, është mënyra më e mirë për të gjetur e për të dashuruar një hyjni. Kush guxon, fiton. Binjakët. Kur shoh fytyrën tënde shkëmbind fillon e rrukullisen, thot një poet. Uji bëhet i butë si kadife, e zjarri shuhet, e s'bën më dëm. Kur të shoh ty, unë nuk di më se ç'dua. Për një fytyrë të tillë ke nevojë edhe ti o binjak a binjake qofsh. Ket nevojsh me një fytyrë që të shkatërroj fiksimet e tua, që të ndryshoj ngjyrat e të trindez zjarin e pasionin tënd për atë çka do me të vërtet. Prandaj të lutem, shko e kërkoje atë fytyrë që shkatëron të gabuarën e që shëron.
nuk duhet jetë patjetër fytyra e bukur e një perëndeshe apo e një perëndie. Mund të jetë fytyra e një personi që nuk të bie në sy, ose e një njeriu të thjesht, por të aftë për të të ndenjur afër në nevojë. Gjeje në mundsh. Gaforja. Kam dëshiruar gjithë jetën që të më dashuroj një artiste elegante dhe melankolike, ka pohuar një herë shkrimtari francez Stendhal. Por, tani që e gjeta nuk jam më i lumtur. Edhe unë kam pasur një rast të ngjashëm o Gafore që më dëgjoni. Më pëlqente një tip i veçantë gruaje që kur më në fund, si kundër e kisha ndëruar, e gjeta, u zgënjeva. Por, ishte një eksperiencë që më shpëtoi nga shumë ëndra. Kur e mora veten nga kjo situatë ëndrimtare, munda të shijoj më shumë atë çka jeta më dhuronte dhe gjërat fillova të kisha më të qarta. Gruaja natyrisht është metaforë, por duke u nisur nga humbja, edhe ti mund të kesh pasur i dashur apo e dashur Gafore, shpresoj që edhe ti të ndjesh po kaq i lirë apo kaq e lirë sa që ndjeva unë. Luani. I dashur Luan apo Luanesh. Në mundsh të kthehesh 300 milion vjet mbrapa ke për të vdekur nga frika kur të dalin përpara mushkonja të mëdha sa një shqiponj, bubrecat sa një qen. Por me qenë se në kohët e sotme ti s'ke për të ndeshur kur ndonjëherë për bindja të tillë, s'ke pse të kesh frikë. Ta tregova këtë për të thënë që po ti kthehesh të shkuarës tënde do të përballesh me ngjarje që të kanë turbulluar e që të kanë shqetësuar. Por unë mendoj që është më mirë për ty ta lesh me njan me rakun që të bren e ato ngjarje të shkuara që nuk mundet më të të shqetësojnë e të turbullojnë. Dhe ky është momenti më i mirë për ta bërë këtë o Luan. Virgje Resha. Në vitin 2011 doli filmi The Help. Një nga aktorët e filmit ishte Jessica Chastain, së cilës për rolin që i besuan ju desh të shtonte 7 kg. Ishte shumë e vështirë për të që ishte mësuar të ushqejë në mënyrë të shëndetshme. Për të shëndoshur, ajo hante shumë akullore soje me shumë kalori dhe steroide. Tani, për të qenë në linjë me ritmin e yjeve, me mesazhin e yjeve, edhe ti duhet të shëndoshesh e dashur Virgjeresh apo i dashur Virgjerush. Duhet të shëndoshesh, natyrisht është një metaforë. Ajo që unë duhet të them është që ti duhet të kesh më shumë peshë dhe të bësh më këmbgulës në gjërat që me të vërtet të interesojnë. Kush guxon fiton, ka thënë populli. Peshorja. Thomas Nast është një dizenjator amerikan i shenjës peshores, sikundër edhe ju që po më dëgjoni. Ai ka vdekur në vitin 1902, por na ka lënë trashëgimi artistike të pashlyeshme, si për shembull simbolet e 2 partive kryesore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gomarin e Partisë Demokratike dhe elefantin e Partisë Republikane. Gjithashtu, ka lënë trashëgimi edhe figurën e Dajsamit, figurën që përfaqëson Amerikën, Uncle Sam, është gjithë një vepër e këtij njeriu. Nga i kemi trashëguar edhe figurën e babagjyshit të vitit të ri, modernit, këti me veshjet kuqe, me mjekër të bardhë dhe tjerë. Apo atit, do më thënë si që themi ndryshe babagjyshi krishtlindjes. Kam përshtypjen që edhe për ju të dashur dëgjues apo dëgjuese të qofshit të shenjës peshorës, ato çka do të bëni në ditët që vijnë do të jenë të tilla si veprat e këtij njeriu të madh. Pra, jehona e punës dhe arritjeve tuaja këtë vit do të jetë e madhe, por duhet filloj tani që të vazhdoj gjatë. Prandaj, ju këshilloj, ose yjet ju këshillojnë, mesazhi i yjeve është të jeni shumë të kujdesshëm në punën tuaj nëse doni që ajo të jetojë gjatë. Akrepi. Disa piktorë kinezë tashmë njihen në të gjithë botën sepse janë të aftë të bëjnë kopje perfekte të pikturave më të njohura të artistëve më të njohur europian. Për shembull, piktura origjinale në vaj e Van Goghut i quhet Natë me yje e vitit 1889 në ankand apo në treg kushton më shumë se 100 milion euro, por në internet një kopje kineze mund të blehet më pak se $100. Në qoftë se këto ditë o akrepa do të jeni përpara dilemës për të zgjedhur ndërmjet origjinales së shtrenjtë dhe një kopje shumë të mirë dhe të lirë, unë ju këshilloj këtë të dytën. Në këtë moment keni nevojë për diçka që ju duhet e jo për diçka me të cilën mund të mbureni. Mos bleni hallin me lek,
që ta përdorni për qejf. Shigjetari. Shkrimtari, poeti dhe dramaturgu gjerman Rainer Maria Rilke ka lindur në Prag më 4 dhjetor 1875 dhe është i shenjës shigjetarit. Ai ka thënë: "Të fillosh ti i pari ta bësh një gjë që prek dikë tjetër është një akt i tmerrshëm dhune. Unë nuk jam i Zotit ta filloj", ka thënë ai, "dhe mundohem që këtë fazë të mos ta bëj unë, pra të mos jem unë shkaku." Edhe unë ju këshilloj ju dëgjuesve të shenjës shigjetarit të veproni kështu si ky. Shmangni pra pjesën ku duhet futeni në kokçarje e hallet të pakuptimta dhe mundoni që këtë kohë ta përdorni për t'u argëtuar më shumë. Mos harroni se edhe qefi është halli i madh. Britsjapi. Ura Golden Gate është ura e famshme, ura e varur, ura e kuqe, që lidh 2 brigje të San Franciscos pikërisht në pikën ku gjiri San Franciscos lidhet me oqeanin paqësor. Në këtë pjesë, deti është i thellë dhe me shumë rryma dhe shpesh mjegulla mbulon gjithçka. Duke vlerësuar madhështinë e kësaj ure, e kësaj vepre, shoqata amerikane e inxhinierisë civile e ka quajtur si një nga mrekullitë e botës moderne. Dhe të mendosh që ura është ndërtuar ndërmjet viteve 1933-1937, që ishin vitet e krizës së madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të dashur dëgjues së shenjës së britsjapit, ose me pak humor juve britsjepër, unë ju këshilloj që këtë urë, pra këtë vepër në javën në vazhdim ta ktheni në simbolin e forcës tuaj. Planifikoni dhe organizoni që të mund të arrini një sukses si ky që ju fola në këtë periudhë jo të mirë të jetës tuaj. Ujori. 2 italian, të 2 nga Roma, Daniele Carletti dhe Simona Pergola, në vitin 2014 ishin ai 29 vjeç, ajo 28 dhe vendosën që të bënin së bashku xhiron e botës në biçikletë. Deri kur pandemia ndërpreu këtë iniciativë të tyre. Ata së bashku bën me biçikletë 100.000 rreth 100.000 kilometra rreth e përqark botës. Përshkruan 4 kontinente dhe më shumë se 50 shtete. Ju pëlqen të njihnin vende të reja, njerëz të rinj. Pse e thash këtë? Sepse edhe për ju, o ujor, mesazhi i yjeve që ka ardhur është pikërisht ky. Është një periudhë shumë e mirë për të njohur miq të rinj. Tamam është një periudhë ideale për të gjetur bashkëpunëtor të rinj që do t'ju ndihmojnë për të realizuar projektet që keni. Është periudha më e mirë për të bërë aleanca të reja që do t'ju ndryshojnë rrjedhën e ngjarjeve ose miq me të cilët do të shkoni në përvende ku s'keni qenë kurrë më parë. Në qoftë se ju forconi pozicionin tuaj nëpërmjet njohjeve të reja, jeni të sigurt që keni arritur mundësinë e suksesit tuaj. Peshqit. Dashuria është një mrekulli dhe mrekullia ka dimensione shumë të mëdha, shumë kaba, thot shkrimtari amerikane Diane Ackerman. Dhe kur ti këtë dashuri, pra këtë mrekulli, e lejon të të mbushi zemrën tënde, atje nuk ka më hapësirë as për ankth, as për frikë dhe për asnjë lloj gjëje tjetër të këtij lloji. Do të doja o peshq që edhe ju këtë deduksion ta përdorni si recetë për këtë javë. Sipas mesazhit që ka ardhur nga yjet, më rezulton që për ju ky është momenti më i mirë që zemrën ta mbushni me dashuri e të mos i lini vend asgjëje negative apo që të ngarkon negativisht. Dhe mos harroni se shpesh ankthi apo çdo gjë tjetër e ngjashme me të janë pasoja më shumë emocionale e nervore se sa të lidhura me problemet e përditshme. Okej? Njerëz, ky ishte horoskopi dhe për këtë javë. Shpresoj t'ju ketë vlerëtur ndo pak. Tani do t'ju flas për një këngë të një autori të madh, që është John Lennon. Edhe për mesazhin e kësaj këngë, që natyrisht është mesazhi i këtij ylli, se prandaj emisioni quhet Mesazhi i yjeve në fat e në muzikë. I erdhi radha muzikës. Sot do t'ju flas për atë që është kënga numër 3 ndër 500 këngët më të bukura të gjitha kohërave sipas revistës prestigjioze muzikore amerikane Rolling Stone. Është kënga Imagine e John Lennon, e publikuar në tetor të vitit 1971. Të interpretosh kryeveprën e mjeshtrit John Lennon
nuk është shumë e vështirë, por të hysh në thellësitë saj ndoshta është pak më shumë. Teksti dhe muzika e kësaj pjese janë mrekullisht të thjeshta, gati naif. Jo sepse kantautori anglez nuk ishte mjetë shprese, por genialiteti i tij qëndron pikërisht këtu, të japësh një mesazh të madh dhe filozofik duke përdorur mjete të thjeshta e të kuptueshme për të gjithë. Kjo këngë gati është si këngë e realizmit socialist, na sjell 3 mesazhe të mëdha. Mesazhi i parë është pikërisht në ftesën për të menduar për një botë pa ndarje ndërmjet ferrit e parajsës, të pasurve e të varfërve, të drejtës e së gabuarës, të mirëve e të këqive, ndarje të muslimanëve, të katolikëve, të hebrejve apo çfarëdo lloj feje tjetër. Të mos ketë ndarje territoriale si ato mes rusëve dhe ukrainasve, izraelitëve dhe palestinesëve, po, sepse ndarjet janë gjithmonë baza e urrëties, e dhunës dhe e racizmit. Imagjinojeni dhe ju njerëz atë që thot John Lennon. Në ditët e sotme vriten për politik, për besim fetar, për lek, dhe ndoshta me gjithsa absurde, edhe për tifozlik në stadium edhe jashtë tyre. Me fjalë të tjera, ish Beatlesi arrin të imagjinojë një botë pa besime dhe pa ndarje, jo sepse besimi në vetvete është një gjë e keqe, jo, por sepse besimi keq përdoret dhe qëndron në bazën e ndarjeve. Mesazhi i dytë që kjo pjesë na transmeton ose sjell qëndron në vargun imagjino vetëm qiell përmbi ne. Duket si paradoks, duke menduar që mbi ne vërtet ka vetëm qiell. Por forca e kësaj fraze njerëz qëndron pikërisht këtu. Gjithë këto gjëra të kundarse si parajsa, feri, Jezusi, Muhameti, të bardhë, të zinj, partizani, Tirana, janë vetëm ndarje psikologjike të sajuara nga ne dhe nuk duhet të ekzistojnë. Imagjinoni sa e bukur do të ishte bota nëse të gjitha këto gjëra ne i hedhim pas krave dhe fillojmë të shikojmë gjërat thjesht, të shijojmë e të shohim vetëm qiellin, si metaforë e lirisë, si metaforë e pafundësisë. Pastaj vjen mesazhi i tretë njerëz, shpresa, kur Lennon thot që nuk do të jemi vetmuar nëse edhe ti mendon si unë dhe bota do të jetë për të gjithë një lloj. Nuk është slogan partish në fushat që të ftojnë të besosh ki gjithçka, jo, është një ftesë e thjeshtë. Beso në këto gjëra dhe mos ki frikë se je vetëm. Shumë të tjerë në botë e mendojnë si ty dhe për të gjithë këta të tjerët, Lennon thot shpresoj që një ditë do të jemi bashkë. Fraza finale e këngës është përmbledhje e gjithë sa thash më sipër. And the world will be as one. Bota do të jetë si një e vetme, do të jetë e të gjithëve, do të jetë për të gjithë një lloj. Tani, sa thash më sipër, në vargje nga unë të shqipëruara, teksti i këngës Imagine thot kështu. Imagjino parajsë mos ketë, e lehtë nëse përpiqesh, e as fernën dhe, vetëm qiell përmbi ne. Imagjino që gjithë sa ekzistojnë të sotmen të jetojnë. Imagjino mbështetet mos ketë dhe të bëhet nuk është e vështirë. S'ke më as pse vrite e as pse vdes. Të mos ketë më as fe, veç popull në paqe përmbi dhe. Mendon që jam duke ëndërruar? Nuk ngelem unë i vetmuar nëse vjen dhe ti, shpresoj. Atëherë bota do të jetë për të gjithë një lloj. Imagjino të mos ketë mas pronësi, po munde. Kjo është lumturi. Nuk duhet dhimbje e likësi të jetosh në vllazëri. Imagjino që gjithë sa janë, mes tyre botën të ndajnë. Mendon që jam duke ëndërruar? Nuk ngelem unë i vetmuar nëse vjen dhe ti shpresoj. E atëherë bota do të jetë për të gjithë një lloj. Ky ishte teksti i këngës Imagine të John Lennon, që ishte edhe mesazhi muzikor, që sekundër e themi mesazhi i yjeve në fatën muzikë, dhe tani këtë këngë do ta dëgjojmë cover nga 3 miq tanë, që janë Kolsheu, Eni Nelko dhe Blendi Sejko. Që të tre së bashku bëjmë grupin Blue Bird Band, që do ta shoqëroj gjatë gjithë kohës me këngët që ne do të interpretojmë dhe me coverët e këtyre këngëve. Gjithashtu, duhet falenderoj përpara se ta mbyll, Croissant Bono, që është edhe një nga ata që na japin mundësinë që ta bëjmë këtë emision. Në rregull njerëz,
Qofshi mirë, ku do qofshi. That's the heaven. It's easy if you try. Look how below us by the sunny sky. Countries, it isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but you're not the only one. Perhaps someday you'll enjoy this, and the world will be small. Imagine no possession. I wonder if you can. Nothing but greed and hunger. A brotherhood of a man. Imagine all the people sharing all this world. You may say I'm a dreamer, but you're not the only one. Someday